A është e vërtet Lenë që gjatë kohës sa jemi me simptomat të një toje, gripi, rënjës e imunitetit, çka do. Rekomandohet që në ato ditë ta themi krize, kur jemi më të lodhur, me i përdor 3 deri në 5 njësi, apo 3.000 deri në 5.000 deri në 5.000 vitamin C, nuk na bën dëm? Deri në 5 mg jo, nuk bojnë nëse veç për shembull je i lodhur shumë ose ki gjendje viroza, të rriturit o fjala, edhe të personat, po mendoj që jo të fëmijët, kryesisht po, munden më marrë deri në 5 gram vitamin C gjatë ditëve sa jemi viroza, kjo duhet më kombinu gjendje viroza edhe me zink, sepse edhe zinku është një faktor shumë i rëndësishme për imunitetin, besa edhe seleni. A i marrim afër njëra tjetrës? Po, nuk prish punë zinkun, edhe vitaminën C dhe vitaminën D3, realisht vitamina D3 preferohet mu marrë endome edhe me diçka që është e ndryshme, kena thonë edhe ma herët, për shkak që i duhet të ndyrë për mu tretë. Po faktorët kryesor të imunitetit janë vitamina C, vitamina D edhe mineralit që është zinku, që nuk e kemi.